Hello, duke ju uruar që t'u ke gjetur sa më mirë kjo ditë e diel, ka që bukur, vlen të thuhet. Arsyeja pse po e bëj këtë video është në fakt për të ndarë një shqetësim, marr shkas për ta bërë këtë video në fakt nga një lajm i hidhur që ka qarkulluar këto 2 ditë të fundit në rrjetet sociale, sa i përket një aksidenti tragjik ku një vajzë 18 vjeçare humbi jetën. Edhe s'pari dua të shpreh ngushëllime të përzemërta familjarëve. E para, këtë ja drejtoj vetes time si kritikë dhe pastaj të gjithë të tjerëve si këshill, që të jemi më të kujdesshëm në mënyrën se si e ngasim makinën. Nëse e ndani mendjen që do dilni të konsumoni alkool, zgjedhja juaj. Shkoni me një taksi, dhe ju a them nga zemra, siç po e përsëris, ja them vetes tim në radhë të parë, ajo ku dua dal është një fenomen tjetër. Jam shokuar nga reagimet e njerëzve lidhur me këtë rast, ashtu si kundër dhe me raste të tjera, por po marr shkas nga ky, të lexosh se çfarë shkruajnë njerëzit. Ndërkohë që një vajzë 18 vjeçare ka humbur jetën dhe nuk është as personazh publik, është e frikshme. Dhe ajo çfarë bie pikërisht më shumë në sy, po të jeni të vëmendshëm, është që shumica e komenteve frustruese, denigruese, poshtruese, bullizuese vijnë nga burra dhe gra që janë brezi i prindërve tanë. Pra po flas për brezin tim. Të parëve njëherë, këtu ju flas prindërve të mi në rast se një moment caktuar ju shkon ndërmend të gjykojnë apo të shprehin gjithë frustrimin, nervat, pakënaqësitë e jetës së tyre në profilin e një njeriu çfarëdo, publik ose jo. Por ju lutem, duhet në mënyrë reciproke t'ja u kthejmë atë që ata kanë bërë me ne, sepse realisht nuk e kanë haberin se për çfarë qëllimi janë rrjetet sociale. Mendojnë se ai shifti aty që shkruan add a comment ose lër një koment, shkruan për ta lër këtu frustrimin e gjithë jetës tënde, pakënaqësitë që ke kaluar gjatë gjithë jetës, edhe të gjitha vuajtjet e tua që sot të kanë bërë një njeri që nuk i kënaqet më asgjë, edhe tregoni pak të kujdesshëm në rrethana të cilat nuk i njihni dhe aq mirë. Është më shumë për sjell një formë sensibilizimi që ju të kuptoni që diçka me ju nuk është në rregull. Dhe mënyra se si duhet funksionojnë rrjetet sociale nuk është kjo, pra nuk është ky qëllimi.